Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se studimi i gazifikimit për zonën e Korçës tashmë është gati, duke përbërë edhe hapin e parë të programit të shtrirjes së gazit për konsum të përgjithshëm në Shqipëri. Një gjë të tillë e ka deklaruar gjatë samitit të 10 të korridorit jugor të gazit, që u zhvillua në Baku të Azerbajxhanit, ku kryeministri ka marrë pjesë si i ftuar nderi i presidentit azer Ilham Aliyev. Gazi i Azerbajxhanit dhe rajoni Kaspik janë thelbësor për të ardhmen tonë të përbashkët. Por ai sa i takon vendit tim, Shqipërisë, ne jemi të pozicionuar strategjikisht në rrugën e gassjellësit trans-adriatik, që është një lidhje jetike në korridorin jugor të gazit. Aktualisht në Shqipëri po kërkojmë të ecim përpara drejt projektit të gazifikimit të vendit dhe fal mbështetjes së presidentit Aliyev, kemi nisur këtë proces gazifikimi. Gjithashtu kryeministri Rama gjatë fjalës së tij në këtë samit bëri të ditur se është drejt përfundimit edhe studimi i tubit lidhës të Tapit me Tecin e Vlorës, ndërkohë që ka nisur investimi për vënien në punë dhe zgjerimin e kapaciteteve të këtij të fundit. Shqipëria dhe Azerbajxhani do të zhvillojnë më tej projekte me interes të përbashkët në rrugën e një miqësie dhe partneriteti që vetëm do të forcohet në çdo hap, ka përfunduar kryeministri Rama.